Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se kjo forcë politike ka përfunduar procesin e institucionalizimit të plot të forumeve të saj, duke e cilësuar si procesin më të thellë të ripërtëritjes që nga themelimi. Berisha theksoi se ky proces ka sjellë një ndryshim rrënjësor në përfaqësimin e të rinjve, grave dhe diasporës brenda strukturave drejtuese. Në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, 60% përbëjnë të rit dhe gratë. Dhe ky është një proporcionim shumë i rëndësishëm për ne, sepse patëm trashëguar një deformim nga i cili u ndam përfundimisht. 2/3 e kryesisë së zgjedhur të Partisë Demokratike zgjidhen për herë të parë, sikundër 3 nënkryetar të Partisë Demokratike zgjidhen për herë të parë. Nga 14 sekretar, vetëm 3 janë të rizgjedhur. Pra, mund të informoj se ky është procesi më i thellë i ripërtritjes Partisë Demokratike pas themelimit të saj. Ju siguroj se në këtë proces nuk kanë ndryshuar vetëm statistikat, por Partia Demokratike ka shpalosur kualitete dhe vlera ndër më të shquarat. Gjatë komunikimit, Berisha ju përgjigje dhe interesimit të qytetarëve lidhur me reagimin e kryeministrit Edi Rama përballë deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović për spastrim etnik në Kosovë. Lideri demokrat e akuzoi Ramën si vasal të Vučićit për mungesën e reagimit. Republika e Kosovës e ka shpallur non grata. Edi Rama dhe zëdhënësi i turpit Ministrinë e Jashtme kanë heshtur si fije e barit, dhe jo vetëm heshtur. Por Edi Rama deklaroi se nuk mund të përfshihet në histerizëm sa herë një çyryk flet këto apo ato. Edi Rama është një sklav, një vasal i Vučićit. Ta kuptojnë shqiptarët mirë se që janë këta që përfaqësojnë, që nuk pranojnë dënimin e genocidit serb në Kosovë. Berisha u dal edhe te situata ekonomike, duke paralajmëruar se Partia Demokratike do të propozojë uljen e TVSH-s për shportën e ushqimeve në 5% ose heqjen e saj të plot, si mas për të lehtësuar familjet shqiptare nga rritja e çmimeve.